Me shumë surpriza dhe skuadër të rifreskuar, Partia Socialiste zyrtarizoi 2 orë përpara fatit përfundimtar listën shumë emërore me kandidatët për deputet që do të dalin në fushë në parlamentare të 11 majit. Socialistët kanë ruajtur thuajse të njëjtën strategji kandidimi si në 2021, ku xhaketat e vjetra të PS-s do të përballen në listë të hapur, duke luftuar për të siguruar karrigen në sallën e parlamentit. Ne I kemi shfrytzuar listat e mbyllura për të hapur partinë. Kryesocialisti Edi Rama do jetë I pari I Tiranës aty ku pritet të zhvillohet edhe betejë më e rëndësishme e forcave politike. Sipas listës së sigurt, në këtë qark arreshtohen disa nga figurat kryesore socialiste të angazhuara si pjesë e skuadrës drejtuese, si Ogerta Manastirliu, Elisa Spiropali, Lendita Nikolla apo Tauland Balla. Megjithse në kabinet dhe me kontribut si figura të reja në listë sigurt për rolin e ligjvënësit u kandiduan edhe ministri I jashtëm Igli Hasani apo ministri e shëndetësisë Albana Koqiu. Në qarkun e Tiranës nuk munguan as emra surprizë si Iris Luarasi apo Endrit Brahimdari, I sapo larguar nga Partia e Lirisë. Ashtu siç parashikohej deputetët me më shumë se 1 mandat si Fatmir Xhafaj, Pandeli Majko, Mimi Kodeli, Xhemal Qefalia apo Klotilda Bushka do të përballen në listë të hapur me kundërshtarët, por edhe mes tyre për të ruajtur pozicionin e ligjvënësit në parlament. Por jo të gjithë deputetët socialistë e kishin këtë fat, pasi 24 prej tyre u përjashtuan përfundimisht nga gara. Gjatë rubrikës Symsy, Rama nuk la pa ironizuar edhe listën ngaruese nga kampi opozitar. Doni të shihni kush janë VIP-at e Kënetës, shikoni skuadrën e listës në listën e mbyllur të kryeqytetit të Shqipërisë Madhështore. Por si komenton Rama demokratët që I bashkuan skuadrës socialiste? Çdo bufin ka hapësirën të jetë këtu. Në kërkim të fitores së sigurt, socialistët përdorën të gjitha strategjitë për të maksimalizuar votat në 11 maj, duke përfshirë edhe 3 kryetar bashkish, si Ervin Demo në Berat, Tërmet Peçi në Tepelen dhe Agron Malaj në Mat. Si në çdo proces përzgjedhës, nuk munguan as të qefmbeturit. I pari që njoftoi tërheqje nga gara ishte deputeti Petro Koçi, ndërsa më pas Nasib Naço dhe Laer Duraj. Zgjedhjet parlamentare të 11 majit do të përfshin për herë të parë në votime edhe 250.000 votues nga diaspora shqiptare.